Iran. Ky i furnizonte me ardhë, me logjistik, me të gjitha pajisje. E kriza atje është e tmerrshme. Të shikosh se si vriten njerëz për të mbushur një kusi me makarona për të uquar fëmijëve që mund të kenë 48 orë pa ngrënë edhe pa ujë. Dhe të shikosh skenat e tmerrshme se si qellohet mbi ata që s'mund të mbajnë radhë dhe rend në momente të një krize të tillë, urije dhe etje. Kërkojnë me çdo kush një ushqim. Ndihmat pengohen. Pra, edhe Izraeli me këtë pikë flas ka përcyer limitet dhe mendoj unë është përgjigjur disproporcionalisht, sepse vërtet e nisi Hamasi, kreu aktin e tmerrshëm terrorist të rrëmbimit, të vrasjes së 1250 të rinjve dhe të rejave izraelite dhe rrëmbimit të mbi 250 prej tyre, që i mbajti peng, shumica e cilëve kanë vdekur dhe janë kthyer, por ama janë akoma rreth 58 pengje të padorëzuara nga Hamasi. Me gjithë bisedimet që bëhen e premtimet e këto kushtet që bëhen, por tani që shpërtheu dhe kjo luftë midis Izraelit dhe Iranit, vështirë se po e ka kush mendjen më. Liderët e Hamasit tashmë dihet që Izraeli i vrau. I vetmi që nga i pari Ahmed Yasin, Sheiku Ahmed Yasin, deri te i fundit vëllai i Yahya Sinuarit, Mohammed Sinuar. Mendohet që ka mbetur gjallë vetëm Khaled Meshal, sepse edhe Ismail Haniyeh, një nga liderët kryesor, u vran në Iran, pikërisht në Teheran, në rezidencën qeveritare, teksa vajti për të marrë pjesë në ceremonialin e inaugurimit të presidenturës së re të presidentit të posaçëzjedhur iranian Masud Pezeshkian. Kështu që me një Khaled Meshal që nuk po dihet se ku është, ku fshihet, ku rron, çfarë drejton, Hamasi ka marrë goditje të rëndë. Ashtu siç ka marrë dhe Hezbollahu, të cilit i vra lideri historik Hasan Nasrallah. Po. Ne prekemi direkt apo indirekt nga shku konflikt atje nëse zgjerohet? Natyrisht ne nuk prekemi direkt, për fatin tonë të mirë, jemi goxha larg, jemi në NATO, pra jemi në Europë dhe jemi në NATO, dhe vështirë ta çosh mend se mund të prekemi, po indirekt pasojat janë. Mbi të gjitha ne prekemi moralisht. Zbesoj të ketë shqiptarë që thotë sa mirë ja bëri Izraeli Iranit apo Irani Izrael. I nderuar, po humben jetë njerëzish, djem nënash, po kujtoj vetëm një detaj, të asaj mjekës së famshme palestineze, doktorese, që ishen kryet punës për të shëruar të plagosurit e tjerë, i vriten 9 nga 10 fëmijët e saj dhe burri. Dhe i vetmi që shpëton, fati madh që e nisën urgjent për në Itali, edhe u operua dhe ngritur bile në këmbë, jo më larg se dje, në spitalin më të rëndësishëm, më të madh të Milanës në Itali. Pra, të mendosh që një nëne i vriten 9 fëmijë, të mendosh që të tjerëve u janë vrarë gjithashtu fëmijët, janë mirë atë vrarë mes këtyre 55.000 viktimave. Pra, raporti është disproporcional i nderuar. Dhe duhet të ndalet kjo luftë. Duhet të dorëzohen patjetër pengjet, këmbgulja, po them unë, idiote e krerëve terroristë të Hamasit për mos t'i dorëzuar, për t'i mbajtur pengjet. Jo më larg se para pak ditë u vra një peng në rrezikun se mund ta shpëtonin izraelitët, peng mbajtësit e vranë. Për kjo është një poshësi të vrasësh një peng që ka po bën 2 vjet gati i mbajtur peng atje, ti e vret. Do ta mbyll me këtë. Këtu ka diçka që nuk mund të rri pa e thënë. Si mund që Mossad ka qisakt në Teheran e në Iran, ku hanë, ku pinë, ku flën generalet e shkencëtarët e komandantët e këtë ushtrisë e shërbimit sekret, nuk pas ka ditur, ngjitur me veten e tij, se në Gaza kishte një rrjet jashtëzakonisht të dëndur dhe të fuqishëm tunelesh, dhe se në Gaza vepronin
terroristë të tillë në gjendje që të organizoheshin dhe të ndërmerrnin atë sulm pamkeq të 7 tetorit 2023. Disa hedhin dyshimin që edhe mund ta ketë ditur, por skema ka qenë e tillë që të gjejmë një sebeb që t'i bijem Hamasit, ta shkatrojmë Hamasin, le ta shkatrojmë dhe Gazën, dhe fundit dhe Gaza le të çlirohet nga palestinezët sipas Izraelit, dhe pastaj ne të zgjerohemi se dhe Izraeli gradualisht po shkon tek 9 milionëshi si shtet. Ka qenë pothuajse sa Shqipëria, por me kthim në Izrael të hebrejve nga gjithë bota, sidomos nga Rusia dhe nga Amerika, Izraeli është rritur shumë. Dhe natyrisht është fuqizuar shumë. Mendjet e shkencëtarëve izraelit janë të njohura për nivelin e lartë shkencor, dhe nga pikpamja ekonomike dhe ushtarake, Izraeli, edhe pse është një vend relativisht i vogël, është shumë i fuqishëm. Merre me mend se apo i bën ballë luftrave në disa fronte, me Siri, me Liban, me Palestinë, mos përmend luftrat e mëhershme, 5 luftrat e mëdha me arabët, që nga krijimi në 48, edhe deri te lufta e 56-s për kanalin e Suezit, te lufta e 67-s, lufta e 5 ditëve, qershori 67 me Egjiptin, Sirinë dhe Jordanin. Mos përmendim luftën e Yom Kipurit në festën tradicionale të hebrejve, që në fillim pati një tërheqje Izraeli, pastaj e mori veten, dhe luftat e fundit, plus dhe aktet e armëpushimit, e marrëveshjet e paqes me Sadatin e me tjerë, të cilët e paguan edhe me kokë pastaj. Kjo është situata. Nuk e di pse ky rajon, ndoshta edhe nga pasuritë e mëdha të naftës dhe gazit që ende janë primare për zhvillimin ekonomik, oligarkët nuk mund të rrinë dot pa karburante, sepse të gjitha industritë dhe transporti, prodhimi i automobileve, edhe pse ka filluar të shtohet numri i prodhimit i automobileve që prodhohen me bateri, qofshin nga Tesla e Elon Muskut, qofshin nga kompanitë e tjera gjigante, prapse prap edhe për rreth 50 vjet mendohet që nafta dhe gazi do të jenë prioritare. Le të urojmë më të mirën, të ndalet lufta, të mos vritet njerëz, dhe të mos guxohet të shkohet deri në shpërtimin e një lufte, qoftë edhe me bomba atomike taktike. Pra jo atyre të përmasave të mëdha, por do të ishte katastrofë për gjithë planetin dhe për njerëzimin. Duke bashkuar në këtë habitat, Zoti Topolaj, ju falenderoj shumë për analizën e vërtetë edhe për zbërthimin e këtij konflikti. Jam mirënjohës për kohën dhe për gjithçka. Edhe unë ju falenderoj për ftesën, për intervistën dhe ju uroj çdo të mirë. Ju uroj fundjavë të këndshme dhe qetë. Faleminderit shumë. Faleminderit.